Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dikur ishte e njohur fraza e ish kryeministrit Zoran Zaev, pse jo BDI në opozit, e që më vonë bashkëpunoi po me të njëjtën BDI. Mirë po kësaj radhe, kur VMRO kërkoi që BDI të shkonte në opozit, doli ashtu dhe përfundoi BDI në opozit. Si po shkon puna e BDI-s nga pushteti shumë vjeçar në opozit, sa janë aktiv deputetët shqiptarë dhe pse në realitet mungojnë përballjet përmbajtësore të deputetëve shqiptarë nga foltoria e Kuvendit. Këto dhe tema të tjera, sonte do të bisedojmë me deputetën e BDI-s dhe koordinatoren e grupit parlamentar të Frontit Evropian, zonjën Rina Ajdari. Mirëmbrëma, zonja Ajdari, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Po e filloj me atë që e dëgjuat edhe në hyrje që u bë ku e gjatë pra BDI në pushtet dhe tashmë jeni në opozit. Si po ju duket puna në opozit? A ja keni marrë dorën opozitës? Për mua personalisht dhe besoj për një pjesë të konsiderueshme të bashkëpunëtorëve të mi politik, politika është një profesion i cili duhet të merret tejet seriozisht. Pozita gjithmonë është më e vështirë se sa opozita, sepse pozita duhet të marrë vendime që janë me përgjegjësi dhe me peshë të madhe. Në momentin kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në pozit, ne e kemi dëshmuar që për 20 vite kemi arritur të marrim vendime dhe të ndërmarrim veprime, të zgjidhim çështje jetike që kanë të bëjnë me avansimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Veprimet dhe vendimet burështetase gjithmonë i merr pozita. Opozita është aty për të kritikuar pushtetin, opozita është një lloj korektori i pushtetit ose i qeverisë. Por ajo çfarë dua të theksoj është fakti se në qoftë se ne kemi arritur të çojmë përpara shumë procese dhe të avansojmë pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, më lejoni të theksoj që shqiptarët të cilët janë përfaqësuesit shqiptar në pozitë, që janë pjesë përbërëse e qeverisë pa legitimitet etnik, kanë jo që i çojnë përpara këto procese, po kanë treguar, kanë bërë një regres dhe janë duke i zhbërë të gjitha të arriturat e Bashkimit Demokratik për Integrim këto 20 vite. Kështu që ne edhe vazhdojmë në opozit, të bëjmë punën tonë, ashtu si duhet, duke ngritur zërin për çështje të cilat faktikisht duke qenë kritikues të qeverisë për veprimet anti-shqiptare që janë duke ndërmarrë. Kur jemi tek çështja e kritikës, ka dhe kritik të shumë që thonë se BDI këtë zhurmë, mbase nëse na lejohet ta quajmë, bën më shumë për rikthim në pushtet se sa ka të bëjë me ndonjë kauzë të vërtet opozitare. Si përgjigjeni ju kësaj? Në fakt, unë nuk mendoj, në qoftë se na keni ndjekur me vëmendje, dhe besoj se edhe opinioni na ka ndjekur me vëmendje, unë nuk mendoj se ka ndonjë çështje ose ndonjë kauzë më të madhe se sa mbrojtja e të arriturave të shqiptarëve, mbrojtja e marrëveshjes së Ohrit, mbrojtja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, dhe mbrojtja e gjuhës shqipe. Këto janë kauzat tona si opozit dhe ne kemi dëshmuar këtë në momentin kur kemi pasur vazhdimisht paraqitjet tona, qoftë në kuvend nga foltoria e kuvendit në seanca plenare, qoftë edhe në për komisione, por ajo që bie në sy nuk është zhurma e opozitës, por fatkeqësisht është paradoksale, paksa të thuhet është zhurma e pozitës. Në mungesë të arriturave të tyre, në mungesë të rezultateve konkrete, ata vazhdojnë ta sulmojnë BDI-n. Do me thënë, për çdo mos realizim, për çdo dështim në avansimin e të drejtave të shqiptarëve, ata vazhdojnë e thonë BDI-ja është fajtore për gjithçka këto 20 vite. Mbase për disa procese që nuk janë mbyllura, barra e përgjegjësisë u takon edhe juve, zonja Ajdari. Ende nuk kanë dalë nga mendësia e opozitës dhe unë mendoj se është koha që ata të dalin nga mendësia e opozitës dhe të fillojnë të marrin përgjegjësi, sepse tani më u bën 2 vite që ata janë në qeveri dhe duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe për mos veprimet e tyre. Dhe kryesorja është që më lejoni ta theksoj edhe këtë, kanë filluar qysh më herët, qysh përpara zgjedhjeve ta helmojnë opinionin se vërtet
Gjithë këto gjëra që ne kemi arritur t'i bëjmë, si Bashkim Demokratik për Integrim këto 20 vite, janë të dëmshme për shqiptarët, e kanë helmuar me një lloj propagande të tmerrshme opinionin, gjë e cila nuk është e vërtetë, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim pas konfliktit të 2001-shit arriti të ndryshoj kushtetutën. Arriti të sjellë ligjin për përdorimin e gjuhëve, arriti të vë bazat e agjencisë të gjuhës, krijoi ose themeloi edhe inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, i cili do të ndiqte, do të thënë, në secilin institucion përdorimin ose mos përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe filloi një implementim masiv i këtij, do thosha, këtij projekti, këtij sistemi në gjitha institucionet. Ish presidenti Pendarovski në paraqitjen e tij të fundit tha që nuk është respektuar askund gjuha shqipe, edhe pse ka ekzistuar ligji, në praktikë nuk është pa askund. Megjithatë, për temat që përmendni, opinioni e din që nuk është vetëm merit e BDI-s, por është sakrifizë e luftës së vitit 2001, të cilën nuk e ka bërë BDI-ja. Pra është parti politike e dalë prej luftës, mirë po nuk në kupton kjo se gjitha meritat i takojnë vetëm BDI-s në këtë kontekst. Megjithatë, të kthehemi tek ajo se ju mes tjera, shëllëm fjalën tuaj hyrëse, përmendët si qeveri anti-shqiptare dhe qeveri pa legitimitet etnik. Deputetja e VMRO DPMNE-s nga kjo shumicë parlamentare, zonja Dafina Stojanovska, e kemi diskutuar edhe me të pranishëm të tjerë që publikisht ju ka akuzuar juve si BDI që keni tentuar pra të hyni në këtë qeveri, cilën po e quani anti-shqiptare, edhe me më pak funksione se sa këto që i gëzon sot koalicioni vlen. Ju, si kundërpërgjigje ndaj kësaj akuze, dhat një reagim dhe një demand në rrjet social dhe e mbyllët me kaq. Edhe këtu dua ta sqaroj këtë çështje. Është e vërtetë që një e vërtetë e madhe është që zoti Ali Ahmeti nuk ka pasur asnjëherë takim me deputetën në fjalë. Kjo është e sigurt. Asnjëherë kryetarit Ali Ahmeti, asnjëherë kryetarit, po nuk ka pasur ajo funksione që mund. Deputete, ju jeni deputete. Asnjëherë gjithçka që ne kemi bërë ka qenë legjitime. Asnjëherë nuk ka qenë, domethënë, pjesë e prapaskenave të ndryshme politike. Asnjëherë zoti Ali Ahmeti nuk i është ofruar ose nuk ka qenë pjesë e pazareve për të hyrë në pushtet me deklarata të tilla siç vinë nga kjo deputete, nga kjo deputete në fjalë. Atë ditë që, dhe më kujtohet shumë mirë, reagimi i ashpër, i fuqishëm, me të pavërteta dhe shpifje nga deputetja e VMRO DPMNE-s ka ardhur atë ditën kur Bashkimi Demokratik për Integrim përfundimisht i tha jo votimit të Safe City-t, ka qenë ajo ditë, dhe përkundër reagimit që ne kemi pasur në rrjetet sociale, kemi pasur edhe një pres konferencë në cilën i kemi rreshtuar të gjitha ato arsye të cilat praktikisht ishin të pavërteta dhe shpifje, dhe se një takim i tillë nuk ka pasur dhe pazarllëqe të tilla për të bërë pjesë e politikës, asnjëherë nuk ka pasur nga ana e asnjë eksponenti të Bashkimit Demokratik për Integrim, e aq më pak të zotit Ali Ahmeti. Ju i thatë njëherë po Safe City-t e pasaj thatë jo. Takimin e liderëve, ku mori pjesë pra lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, mori pjesë dhe u dakorduan që do ta mbështesin këtë nisë, po pasaj doli që nuk e mbështetën. Megjithatë edhe një takim që është i përfolur jashtëzakonisht shumë, që edhe oponentët tuaj natyrisht që e përdorin argument shtesë që zoti Ahmeti ka shprehur kënaqësi, ka shprehur interesim për të takuar me kryeministrin e vendit. Ky takim nuk ka ndodhur akoma, por na shpjegoni ju nga pozicioni i deputetës dhe antarës së BDI-s pse i duhet një takim i tillë të ndodhë mes liderit të BDI-s dhe liderit të VMRO DPMNE-s, lider për cilin e akuzoni që ka sjellë pra një qeveri dhe jo legjitime dhe anti-shqiptare. Për përgjigje më koncize, sigurisht se duhet pyetjen t'ia drejtoni liderëve, të dy liderëve pa përjashtim, që të merrni një përgjigje koncize dhe një përgjigje më të saktë. Megjithatë, unë mendoj se pas asaj që ndodhi me mosvotimin ose me mosdhënien e mbështetjes Bashkimit Demokratik për Integrim për projektin Safe City, që ishte pjesë e propozim ligjit për kundërvajtje, unë mendoj se nuk ka më arsye për të takuar zoti Ali Ahmeti me kryeministrin e vendit. Dhe
për të sqaruar gjithë këtë pjesën, ndoshta do të ndalemi pak më vonë për të sqaruar edhe takimin e liderëve. Po. Tani, ndalemi tek raportet tuaja me raportet e BDI-s, në këtë rast me parti tjera politike. Si janë raportet sot BDI, Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga zoti Taravari? Ju përfundua, dolët pra nga një cikël zgjedhor, zgjedhjet lokale përfunduan, patët një bashkëpunim, e pas kësaj ku jeni sot, BDI Asha? Jo në kuvend, kështu në nivel të përgjithshëm, po. Sigurisht, po. Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të jetë pjesë e Frontit Evropian, dhe ne vazhdojmë me politikën dhe me agendën e Frontit dhe me agendën e Bashkimit Demokratik për Integrim, të çojmë përpara edhe në kuvend edhe në instancat të tjera. Asnjëra prej aleancave nuk është pjesë e Frontit, më duhet ta theksoj, në kuvend, do me thënë si deputet, ata funksionojnë si deputet të pavarur. Megjithatë, raporti ose marrëdhënia edhe me aleancën e krahut Zjadin Selës edhe me të zotit Arben Taravari, bashkëpunimi është korrekt dhe në shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e interesit të shqiptarëve, si opozit jemi rreshtuar drejt. Do me thënë kemi qenë bashkë, unë mund të t'ju jap shumë shembuj këtu kur kemi qenë bashkë dhe kur kemi ndarë të njëjtat bindje dhe të njëjtat mendime, por edhe kemi mbrojtur të njëjtat kauza. Por, a është raporti korrekt BDI ASH edhe në komunën e Gosivarit? Unë mendoj se është raporti korrekt BDI ASH. Nuk kam informacione që mund të ketë eskaluar, do me thënë, raporti ose të kenë probleme gjatë funksionimit të tyre. Sepse zoti Snopçe nga këtu deklaroi dhe pohoi një gjë të tillë, se ka pasur prolongim të procesit të vendosjes së drejtorëve në ndërmarrje të caktuara mes BDI-s dhe ASH-s në komunën e Gosivarit, por sipas zotit Snopçe, kjo çështje vetëm duhej të zgjidhej në javën që lan pas. Unë mendoj se nuk kam informata të tilla, megjithatë unë mendoj se do të zgjidhet edhe kjo çështje, ashtu siç janë zgjidhur të gjitha çështjet. Gostivari u fitua me shumë sukses dhe bashkëpunimi në mes aleancës së zotit Taravari dhe Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë në nivel, jo rastësisht edhe e fituam Gostivarin, sepse mesazhet ose feedbackun që merrja nga bashkëveprimtarët e mi nga Gostivari ishin këto që ekziston një bashkëpunim i mirëfillt dhe nuk jam e njoftuar për probleme të tilla, po besoj se do të gjejnë zgjidhje së shpejti, do të kalojnë, po. Dakor. Tani kthehemi në kuvend. Aty nga vini edhe ju zonja Ajdari. Fronti Evropian, pra zgjedhjet parlamentare kanë përfunduar në vitin 2024 dhe tashmë kanë kaluar 2 vite në më 8 maj. Kjo i bie që momentin që përfunduan zgjedhjet parlamentare, Fronti Evropian njëherë u rreshua si forca e dytë politike në vend me 19 deputet, por pastaj me ndryshime ngeli 18 deputet. Që nga atëherë deri sot kanë kaluar 2 vite dhe numri i deputetëve të Frontit Evropian është reduktuar për 6. Pra jeni 6 më pak dhe sot jeni vetëm 12 deputet. Pse kjo rënje? Unë mendoj se të gjithë eksponentët e cilët vendosën të alshojnë frontin dhe të mos jenë më pjesë përbërëse e frontit i kanë dhënë arsyetimet e tyre publike, janë prononcuar publikisht dhe opinioni është njoftuar për arsyet e daljes. Do me thënë, ishte i pari që më sa më kujtohet zoti Thaçi që alshoj frontin, mandej krahu i zotit Zjadin Sela, zoti Ilir Demiri, Bejxhan Ilyas, do me thënë, të gjithë këto kanë pasur prononcime dhe ndoshta edhe kanë qenë të pranishëm në emisione televizive ku i kanë dhënë arsyet e veta. Kryesorja është ky projekti i dështuar Fronti Evropian, sepse kur ka kështu rënje dhe dalje të një pas njëshme, në publik krijohet një perceptim se ky projekt megaloman që u paralajmëruar, po shkon drejt shpërbërjes. Jo, unë nuk mendoj se mund të perceptohet në këtë mënyrë, sepse ne në kuvend e vazhdojmë bashkëpunimin. Unë thash që për çështje kyçe, për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve, për gjëra elementare, ne bashkëpunimin e kemi në nivel dhe edhe i japim mbështetje dhe marrim mbështetje. Kështu që nuk besoj se mund të sigurisht tani
Ne kemi hyrë në front si parti të veçanta politike, me platforma të veçanta politike, dhe ndoshta në momente caktuara ato, si thuash, pikat të ndryshme nga platformat nuk janë përputhur, dhe aty mandej të mos hyjnë atë edhe egot ndoshta personale, interesat, mandej ka shumë gjëra për të interpretuar, po unë nuk do të hyj në këtë pjesë, do me thënë ne vazhdojmë me bashkëpunim korrekt. Megjithëse ata nuk janë më pjesë e frontit evropian. Dakor. Çështja e kuvendit pra është organi më i lartë legjislativ brenda vendit dhe është vendi apo arena ku zhvillohen debatet, dhe duhet të dëgjonim edhe debate konstruktive për tema shumë përmbajtësore. Tani ju jeni aty, jeni edhe koordinatore një grupit parlamentar. Na pohoni ose mohoni, e thoni të kundërtën, sepse analistë shumë nga kjo studio kanë kritikuar për faktin që mungon debati i mirëfillt mes pushtetit dhe opozitës shqiptare në kuvend. Madje ishim dëshmitar edhe të javës që lan pas, ku kishte edhe fyerje të nivelit të ulët mes një deputete shqiptare dhe një deputete shqiptar. Unë po flas vetëm për ne, duke mos dashur të komentoj pjesën e tyre, rastet të veçanta. Për ne si grup parlamentar, gjithmonë i kemi pasur edhe fjalimet edhe reagimet publike në kuvend, i kemi pasur të argumentuara dhe të mbështetura në fakte. Dhe gjithmonë e kemi ngritur zërin kur kemi parë se mungon veprimi i pushtetit, ose se me veprimet e tyre ato po i bëjnë dëm, pra po kthejnë procese mbrapa. Dhe kjo është, do me thënë, e njohur për gjithë opinionin. Po problemi është, në qoftë se dëshirojmë të themi se duhet të kemi debat do të thotë përplasje argumenteve dhe kundër argumenteve. Për momentin, për këto, jo vetëm për momentin, po për flas për këto 2 vite në kuvend, pozita shqiptare, fatkeqësisht, gjithmonë i ka munguar debati, sepse nuk kanë pasur argumente, dhe në mungesë të argumenteve, do me thënë, në mungesë të argumenteve dhe fakteve për të na i hudhur poshtë tezat, janë vërsulur në sulme individuale. Sigurisht se kjo nuk është në rregull, sepse kuvendi është institucioni më i lartë ligjidhënës në vend dhe duhet ka hapësirë. Unë mendoj personalisht se ka hapësirë për ngritje të nivelit të debatit në kuvend, megjithatë për të pasur debat duhet 2 palë me argumente dhe kundër argumente që të rritet cilësia e debatit. Ju e dini që në kuvend ka edhe matje, bëhet matje çdo 6 mujore matje e cilësisë të debatit, dhe sipas atyre statistikave është e vërtet që opozita ka më tepër argumente se sa opozita. Pra, opozitës i mungojnë argumentet në momentin kur ne marrim, si të thuash, iniciativë për të diskutuar për çështje dhe kërkojmë shpjegim. Në fundit unë pak më përpara e përmenda se cili është roli i opozitës, është korrektues i pushtetit. Sa herë që ne marrim iniciativë për të kritikuar, ata mendojnë sikur sulmet tona janë sulme individuale. Nuk ka këtu asgjë individuale dhe nuk duhet të ketë, thjesht duhet të jetë një lloj ballafaqimi me argumente dhe kundër argumente. Vetëm në këtë formë mund të rritet cilësia e debatit. Askush nuk duhet ta marrë, domethënë, diskutimin në nivel personal, sepse aty veçmë nuk ka asgjë, nuk ka rezultat konkret. Ju jeni koordinatori i grupit parlamentar opozitar, në anën tjetër koordinatori i grupit parlamentar nga koalicioni Vlen është zoti Çoku, dhe tashmë që 2 vite kjo legjislatura aktuale, nuk është që kemi parë ndonjë përballje televizive apo në kuvend mes 2 koordinatorëve në kampin politik shqiptar. Pse mungon kjo përballje? Jo, përballje kemi pasur, në qoftë se vetëm mund ta ndiqni faqen time në rrjetet sociale. Jo, paraqitjet tuaja në foltore të kuvendit i kemi ndjekur, i kemi parë për çështje për cilat keni reaguar, por është intenca dhe atë që mungojnë përballjet edhe në studio televizive mes pushtetit dhe opozitës. Me sa mbaj mend unë, sepse këtë periudhë ndoshta nuk kam qenë shumë e ekspozuar mediatikisht, nuk kam qenë e pranishme në studio televizive, deputetët tjerë po, por unë personalisht jo. Me sa mbaj mend, përpara vetëm disa muajve, gjithmonë, qoftë në mediat kombëtare në gjuhën maqedone, qoftë në ato në gjuhën shqipe, gjithmonë mungonte një eksponent i Vlenit. Do me thënë, zhvillohej debati
me eksponent të partive të tjera politike dhe gjithmonë mungonte një eksponent i Vlenit. Tani, më thoni, kjo është ndoshta edhe mungesë guximi, ndoshta edhe mungesë e mosmbajtjes përgjegjësisë. Ata nuk dinë të mbajnë përgjegjësi, por nga ana tjetër ato që ne vazhdimisht e themi dhe kemi të drejtë kur e themi se ata janë aty për të relativizuar gjithçka që bën kjo qeveri antishqiptare me veprimet e veta. Pra e relativizojnë, i arsyetojnë dhe ju ka munguar gjithmonë janë tërhequr nga përballja. Ndoshta nuk e kuptojnë edhe konceptin e politikës edhe të debateve që duhet të zhvillohen. Debati zhvillohet për të nxjerrë një të vërtet. Në fund që opinioni ta arrijë që vetë ta konstatojë një të vërtet nga përballja e argumenteve dhe kundër argumenteve. Kjo është esenca. Si e vlerësoni rolin e kryetarit të kuvendit? Dhe si që ndërën puna me mesazhet që dërgojnë që ju vinë juve si deputet nga ana e menaxhmentit të kuvendit, për shkak se deputeti grupit parlamentar të juaj, pra zoti Blerim Beqeti, e bëri një reagim publik mbi atë që mesazhet nga kuvendi vinë vetëm në gjuhën maqedonase. Po, është e vërtet. Tani, dhe zonja Imeri pasaj e demantoi këtë me disa mesazhe të tjera të cilat po ashtu është problematike kjo, tani do t'u sqaroj. Në aspektin personal, kemi raporte të mira, ashtu si që ka zoti Gashi me të gjithë koordinatorët dhe me gjithë deputetët, në aspektin personal flas. Megjithatë, jemi në një institucion, thash më të lartin, ligjdhënës, dhe përgjegjësia e zotit Gashi, si kryetari i kuvendit, është përgjegjësi institucionale, nuk është më personale. Dhe të gjitha reagimet që ne i bëjmë në këtë konotacion që ai, si i pari i kuvendit, duhet të mbajë përgjegjësi në radhë të parë për respektimin e kushtetutës, respektimin e ligjeve, respektimin e rregullores së punës së kuvendit. Dhe ne, ndoshta më keni ndjekur edhe publikisht, unë shpeshherë kam reaguar për mos zbatimin e kushtetutës, të ligjeve dhe të rregullores së punës së kuvendit. Do me thënë, kemi hasur ose kemi parë në shkelje vërtet flagrante edhe të ligjit, edhe të kushtetutës, po edhe të rregullores së punës së kuvendit. Nga ana e zotit Gashi. Nga ana e zotit Gashi, sigurisht. Dhe sa herë që i kemi bërë publike këto, do me thënë, jemi akuzuar se me refrenin e njëjtë, që BDI i ka fajet. Për mendimin tim është absurd. Çështja e gjuhës është e vërtet. Do me thënë, unë kam qenë deputete edhe në mandatin e kaluar, kur kryetari i kuvendit ka qenë zoti Talat Xhaferi. Gjithmonë neve na dorëzoheshin dokumentet, materialet në dy gjuhë, do me thënë në dy kolona, në maqedonisht dhe në gjuhën shqipe. Sot nuk e kemi atë. Sot kanë instaluar... Dokumenti që e keni afër nga cila është? Kjo është e tanishme, por ne e kemi dorëzuar. Me sa po është, ju e kemi dorëzuar, sepse është në dy gjuhë. Po, ne e kemi dorëzuar, do me thënë edhe në momentet caktuara kemi pasur reagime, amandamentet e Vlenit bile janë dorëzuar vetëm në gjuhën maqedone dhe i kemi bërë publike edhe këto. Problemi është se është instaluar një mendësi për ta mohuar përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, duke thënë se ne si deputet ose të gjithë qytetarët me kërkesë, pra unë si deputete duhet bëj kërkesë deri tek kryetari i kuvendit që ai mesazhet të mi dërgoj në celular në dy gjuhë. Do me thënë, kjo është absurde sepse ne kemi thënë edhe do të vazhdojmë ta themi se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë. Gjuhë zyrtare është gjuha maqedone, por edhe gjuha shqipe. Dhe këtu e kam ligjin për përdorimin e gjuhëve. Është neni 1, paragrafi 2, gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Është një tentativ, është vetë zoti Gashi, ju kujtohet deklarata e famshme e tij që tha gjuha shqipe është gjuhë e përkthyer. Po, në një media. Praktikisht eksponentët e Vlenit, fatkeqësisht edhe përpara zgjedhjeve në koordinim me VMRO DPMN, do me thënë ka qenë një bashkëpunim i koordinuar, një projekt i koordinuar për të zhbër edhe përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, pra heqjen e balansuesit, por edhe mohimin e ekzistencës së
gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në vend, me vetë deklaratat. Ju kujtohet edhe deklarata e zotit Mexhiti, ishte në këtë konotacion, po edhe deklarata skandaloze e kryeministrit Albin Kurti që tha që gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare dhe asnjëherë nuk ka qenë. Do me thënë, është një fatkeqësi e madhe që vetë shqiptarët po mohojnë të arriturat e shqiptarëve dhe është shumë e thjeshtë. Vetëm duhet ta zbatojnë kushtetutën dhe ta zbatojnë ligjin. Asgjë më tepër nuk ka ndonjë filozofi kjo çështje. Është e zeza në të bardhë. Kur jemi te kuvendi zona Hajdari, javën që lan pas e pam një debat mes deputetit Rexhepi dhe kryeministrit të vendit. Për çështjen e ligjit dhe zbatueshmërisë së ligjit. Pse latë të vetëm në këtë betejë zoti Rexhepi? Sepse reagimet e kësaj natyre dhe polemika mes kryeministrit dhe deputetëve shqiptar, në këtë rast opozitar, ishte i vetëm zoti Rexhepi. Jo, zoti Rexhepi, ne kemi qenë të gjithë aty, nuk ka qenë i vetëm, po ka pas pyetje të deputetëve dhe në rastin kur një deputet ka pyetje deputetësh, është ai i cili duhet ta çojë procesin deri në fund. Do të thënë me replika dhe kundër replika. Dhe ne kemi qenë aty, i kemi diskutuar çështjet, do të thënë kemi qenë dëshmitar të gjithë asaj situate, por nuk është se kemi lënë të vetëm, për shkak se nëse ju kujtohet Bashkimi Demokratik për Integrim kishte edhe reagim për deklaratën skandaloze të kryeministrit në faqen zyrtare të BDI-s. Ajo deklaratë është në vijim. BDI tenton me një farforme ta bëjë opozitarizmin përmes deputetëve të tjerë. Sepse krijohet përshtypja që kur bëhen polemikat në kuvend mes kryeministrit dhe ministrave të tjerë, deputetët e BDI-s nuk është që e bëjnë konfrontimin ashtu se e bëjnë ta zëm në rrjetet sociale. Atëherë do duhet me vëmendje të ndiqni. Jo, atëherë do duhet me vëmendje të ndiqni. Jo, do duhet ju të na sharoni. Prandaj jeni këtu e ne po pyesim, a është kështu apo nuk është? Sepse krijohet përshtypja që BDI po me një farë forme po ruan ose po bën një betejë të ftoftë, jo të ashpër me vëmëror. Jo, absolutisht nuk është e vërtet. Atë ditë, nëse keni fjalën për atë ditë, është ne jemi në kuadër të Frontit Evropian. Dhe kemi zotin Skender Rexhepi, që është pjesë e Frontit Evropian, edhe zotin Sali Murat, që po ashtu është pjesë e Frontit Evropian. Dhe kur bëhet lista për pyetje të deputetëve, zakonisht unë mendoj dhe kam parasysh të përfshi edhe deputet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe këta të dy zotrinj. Dhe gjithmonë kanë pasur, për shembull, zoti Rexhepi gjithmonë ka pasur përparësi në momentin kur është përpiluar lista për pyetje të deputetëve. Po, për pyetje të deputetëve. E prej deputetëve të BDI-s kush përballet më shpesh me vëmëror? Ne të gjithë përballemi me vëmëror. Kush të gjithë? Me pushtete, sepse zakonisht në pyetje të deputetëve kur vinë edhe ministrat. Zonja Arbana Pasholli e kishte përfundimisht pyetjen e drejtuar ministrit Toshkovski për sa i takon sistematizimit, apo? Dakor, po. Zonja Diana Toska po ashtu, unë po ashtu jam shumë e zëshme në pyetjet e deputetëve, do me thënë, dërim tani unë nuk e di, nuk ka pasur vetëm herën e fundit për shkaqe shëndetësore, nuk kam qenë pjesë e asaj seance, aty isha megjithatë kisha 3 pyetje dhe nuk mundesha për shkak të shëndetit ti realizoj të njëjtat, tu drejtoj të njëjtat. Pyetje. Nuk mban kjo që thoni, nuk e di se si interpretohet në opinion, po kjo nuk është e vërtet, sepse gjithmonë kemi qenë aty për, ne jemi në një pozitë tani t'ju japim përparësi këtyre që janë pjesë e frontit ose mos ju japim përparësi. Dhe ajo që kemi bërë është që ju kemi lënë hapësirë dhe unë mendoj se kemi bërë mirë, po punën edhe luftën e bëjmë bashkë. Nuk është se jemi të ndarë në këto drejtim. Ose ju që qëndroni në nhije ose në jetë. Jo, sepse nuk është e vërtet kjo. Vetëm duhet t'i merrni stenogramet e kuvendit dhe të ndiqni punën e kuvendit për parë se gjithmonë kemi qenë të zëshëm. Mirë. Gjykata kushtetuese, si organ i rëndësishëm i vendit, së fundmi ka qenë temë kryesore e diskutimeve edhe në kuvend, edhe kudo tjetër edhe në media. Për shkak të deklaratave që ka qenë një vazhë deklaratave të kryetarit të gjykatës kushtetuese, e fundit ishte kur tha që në rast se vjen në shprehje vendosja badentere si mekanizëm në gjykatën kushtetuese për vendime
të cilat i prekin edhe përkatësi tjera etnike, më mirë të mbyllet gjykata kushtetuese se sa të realizohet një gjë e tillë. Si e keni lexuar, si e keni dëgjuar dhe interpretuar këtë deklaratë? Këta deklaratat që vinë nga kryetari i gjykatës kushtetuese janë deklarata skandaloze dhe ne kemi reaguar në vazhdimsi për këto, po gjykata kushtetuese në këtë qeverisje është institucion parapolitik, është një instrument në duart e VMRO-DPMNE-s, përmes të cilit VMRO-DPMNE po e implementon programin e saj. Dhe pse po them programin e saj, sepse nëse ju kujtohet, në programin parazgjedhor të VMRO-DPMNE-s, i cili më pas u bë dhe programi qeverisë, ju kujtohen ndoshta reagimet dhe vërejtjet tona në atë seancë kur u formua qeveria, kemi reaguar për faktin se, për shembull, asnjë fjalë, asnjë element, asnjë pjesë nga programi parazgjedhor i koalicionit Vlen nuk u përfshi në programin e qeverisë, pra komplet programi parazgjedhor i VMRO-DPMNE-s u bë program i qeverisë. Dhe në këtë program, VMRO-DPMNE e kishte heqjen e balansuesit, pra heqjen e një mekanizmi kushtetues i cili do të mbronte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Pra të rregulluar dhe të qartësuar në kushtetut. Plan për të cilin, jo vetëm për qenë korrekt edhe në audiencën, plan për të cilin ishin dakorduar madje edhe ministrat e BDI-s. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Relativizuar. Ministrat e BDI-s në atë seancë për të cilën aq shumë është diskutuar në opinion, kanë diskutuar... Në momentin që kanë qenë ministra, për shembull ekziston edhe mendimi me shkrim. Po. Do me thënë, është menduar që të krijohet një strategji të mos keqpërdoret balansuesi, por jo të minimizohet, ashtu siç e bëri, ashtu siç ka ndodhur tani, ashtu siç e bëri VMRO-DPMNE përmes gjykatës kushtetuese dhe komplet në heshtje e kaluan edhe koalicioni Vlen. E mbani mend që u hoq balansuesi dhe dëshira ose iniciativa tjetër e radhës nga ana e gjykatës kushtetuese ishte edhe abrogimi i 18 dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhëve, me që rast do të sulmohej gjuha shqipe. Dhe ju kujtohet në atë periudhë, ne me tenda protestat edhe arritëm ta parandalonim këtë, por një gjë duhet të theksohet qartë, ne si grup parlamentar në atë periudhë, pra ka qenë koriku i vitit 2025, ne kemi ngritur një interpelancë për kryetarin e gjykatës kushtetuese dhe kanë qenë pikrisht deputetët e Vlenit të cilët votuan për heqjen e asaj pike nga rendi i ditës, pra të mos diskutohet fare për punën dhe veprimtarinë e kryetarit të gjykatës kushtetuese, sepse ishin në dirigjimin e VMRO-DPMNE-s. Dhe është problem në gjykatën kushtetuese edhe votimi, majorizimi ose mbivotimi i dy gjykatësve shqiptar dhe atij turk, dhe ne e kemi pasur edhe në rezolutën e kongresit të fundit, dhe insistojmë, pra kërkojmë që votimi në gjykatën kushtetuese të bëhet me shumicë të dyfisht ose me badenter, pikërisht për ligjet të cilat në kuvend sillen me shumicë të dyfisht, edhe të abrogohen me shumicë të dyfisht në gjykatën kushtetuese. Tanim për mos me keq kuptu, por natyrshëm publiku t'i lind pyetja tani që ideja e badenterit në institucione kaq të rëndësishme, pse u dash BDI të kalen në opozit që ta kuptoj se duhet një mekanizëm i tillë në gjykatën kushtetuese, sepse keni parë edhe oponentët tuaj që kanë publikuar edhe listën që deputetët të BDI-s pra kanë votuar për këtë kryetar të gjykatës kushtetuese për qenë në krye të gjykatës kushtetuese. Pra, është çështja që pse më herët BDI nuk e ka menduar që mund të vim në një situatë të tillë, apo nuk e keni pasur? Sepse asnjëherë gjatë qeverisjes së Bashkimit Demokratik për Integrim nuk është përdor ose nuk është keq përdor në asnjë moment gjykata kushtetuese si institucion parapolitik. Pra, asnjëherë, në asnjë moment gjatë qeverisjes së BDI-s nuk kemi parë raste të tilla të keq përdorimit të detyrës zyrtare dhe të interpretimit në këtë formë të kushtetutës, sepse kryetari i gjykatës kushtetuese është aty për të komentuar juridikisht në aspektin profesional kushtetutshmërinë e ligjeve ose jo kushtetutshmërinë e ligjeve, por nuk është aty për dhënë deklarata politike. Dhe kjo që shohim ne sot
të bëhet, është kjo. Nuk ka e di që kemi pas, domethënë, deklarata nga oponentët politik se kemi votuar, por nuk është çështja e votimit. Dikush është dashur të jetë aty gjykatës kushtetues. Çështja është se pse atëherë nuk kanë pasur guximin të veprojnë në këtë mënyrë, dhe pse tani u erdhi guximi të veprojnë në këtë mënyrë, dhe pse pikërisht tani po keq përdoret në këtë formë një institucion i cili duhet të mbrojë kushtetutën, dhe kushtetuta është e të gjithëve. Kushtetuta është edhe imja, është edhe jotja, është e gjithë qytetarëve pa dallim. Ne e kemi rregulluar kushtetutën me atë që marrëveshjen e Ohrit e inkorporuam në kushtetutë pas vitit 2001 dhe kemi krijuar, si thuaç, themelet e një shteti modern mbi frymën e marrëveshjes së Ohrit. Një shteti multietnik me një demokraci konsociative i cili mund të funksionojë vetëm në këtë mënyrë, në qoftë se ka probleme të vazhdueshme të funksionimit në këtë frymë, pra mbi themelet e marrëveshjes së Ohrit, atëherë ne seriozisht kemi problem. Atëherë seriozisht duhet të mendojmë ndoshta për një marrëveshje të re ose për variante të tjera. A rrezikohet sot ligji për përdorimin e gjuhëve nga kjo gjykatë kushtetuese? Unë mendoj se ligji për përdorimin e gjuhëve rrezikohet nga kjo gjykatë kushtetuese, sepse materiali që qëndron atje është 75 faqe ose edhe më shumë, sepse janë shtuar iniciativat të cilat vinë nga institucione të ndryshme, nga personalitetet të ndryshme, nga pala tjetër, për ta kontestuar këtë ligj, dhe tentativa për të abroguar 18 dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve janë të hapura fatkeqësisht, dhe në çdo moment mund të vendosë gjykata kushtetuese që të njëjtat ti hap sërish. Si do të përgjigjet BDI në një situatë? Vërtet do të kemi problem. Do të përgjigjemi duke i përdorur të gjitha mekanizmat demokratik, deri në momentin kur nuk do të munden të përdoren mekanizmat demokratik. Unë mendoj se reagimi do të jetë po aq i fuqishëm. Në çfarë metode do të kalohet? Jo, këtë kushtimisht po e them. Por reagimi do të jetë sigurisht ndoshta dyfishi i asaj që patëm herën e parë. Po, ishte në 10 orë të vitit 2024. Sepse, do me thënë, kjo garnitur qeverisëse, kjo qeveri, kjo shumicë parlamentare nuk mësoi asgjë nga kjo. Dhe vazhdon me të njëjtin avaz, do me thënë vazhdon me të njëjtin ritëm. Nuk merret parasysh nga kjo qeveri, si të thuash, vështirësia ekonomike në cilën është zhytur shteti, vështirësia financiare, vështirësitë financiare me cilat përballet shteti. Nuk flitet këtu për shembull për agjendën reformuese që aq shumë e proklamuan në opinion, dhe sipas statistikave të dhënave zyrtare që ne i kemi, ligjet që janë pjesë e paketës së agjendës reformuese janë realizuar vetëm 30%, ndërkohë që deri në qershor të këtij viti është dashur të realizohen 100%, në mënyrë që Maqedonia e Veriut të arritë të tërheqë mjete nga plani i rritjes që është i destinuar për vendet e Ballkanit Perëndimor në suazat të procesit të Berlinit, që e ndihmon dhe e përshpejton integrimin e bashkimit e vendit në Bashkimin Evropian. Dhe ne tani merremi me gjuhën, merremi me sulme ndaj një etnikumi, do kisha thënë ndaj një populli i cili është popull shtetformues në Maqedoni, është shumica e dytë më e madhe, dhe që realisht edhe pala tjetër duhet ketë kujdes. Unë nuk mendoj se si mund të funksionojë Maqedonia e Veriut në qoftë se nuk respektohen të drejtat dhe liritë themelore të shqiptarëve. Dakor. Tani jemi në prag të një kauze studentore, do thotë çështja e provimit të jurisprudencës ngjan që studentët janë zgjuar, janë vigjilent dhe janë të vetëdijshëm për kërkesën e tyre dhe kanë paralajmëruar edhe proteste dhe gjithçka tjetër. Nga aspekti juaj si deputet, pra grupi juaj parlamentar ka ofruar mbështetje për rezolutën e nisur. Ju si koordinator e grupit parlamentar të një grupi parlamentar opozitar, a keni kontaktuar dhe a keni kërkuar edhe nga zoti Çoku si koordinator i grupit parlamentar të Koalicion Vlen që ta mbështet këtë nismë, sepse deri në këto momente vetëm deputetët e Koalicion Vlen nuk e kanë nënshkruar këtë rezolutë.
Po, ne kemi qenë vazhdimisht në kontakt me studentët, sepse na janë drejtuar, na kanë kërkuar ndihmë në variante të ndryshme. Kemi pasur edhe 2 takime të realizuara me ta, sepse bëhet fjalë për një të drejtë themelore të studentëve, një e drejtë të cilën e rregullon edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, po është edhe një e drejtë e cila buron nga vetë kushtetuta e vendit dhe ata kanë të drejtë të plot ta kërkojnë këtë gjë në mënyrën siç e kërkojnë ata. Juve ju kujtohet deklarata e kryeministrit e para ishte se ligji për përdorimin e gjuhëve është i saktë, ua garanton, po, është në rregull dhe duhet ministri vetëm ta zbatoj ligjin për përdorimin e gjuhëve. Menjëherë ditën e nesërme e ndryshoi deklaratën duke thënë se ne do të parashtrojmë, pra si qeveri do të parashtrojmë një ligj për jurisprudencë, i cili do të shkojë në Komisionin e Venecias për mendim dhe do të shohim në qoftë se do të jetë i pranueshëm dhe a do të jetë, domethënë, mirëfilli për zbatimin e gjithë procesit të provimit të jurisprudencës. Me vetë faktin që vetë kryeministri ditën e parë deklaroi një diçka tjetër dhe ditën e dytë një diçka komplet tjetër, e pam se qëllimi i kësaj qeverie nuk është ta rregullojë çështjen e provimit të jurisprudencës. Qëllimi është sërish ta sulmoj gjuhën shqipe dhe t'ja ul peshën e madhe që ka ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili në nenin 3 thot, në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, personat juridik që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj, është edhe gjuha që flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj. Dhe ligji është i qartë, ministri i drejtësisë duhet vetëm ta zbatojë ligjin. Ministrit të drejtësisë i bie pesha, i bie bara që ai ta rregullojë këtë çështje, jo me kërkesë të studentëve. Dhe tani çfarë kemi? Kemi një situatë kur avokati i popullit, duke qenë mash në duart e qeverisë, po ashtu kërkon zgjidhje të problematikës përmes propozimit të ligjeve. Por në ato ligje të përcaktohet qartë që studenti me kërkesë do të kërkojë që ligji provimi për jurisprudencë ti mundsohet të jepet në gjuhën shqipe. Përse? Përse gjithë ky kaos i shkaktuar? Derisa ekziston një bazë e fuqishme ligjore. Kur kemi, ne për shembull kemi provime të tjera për administratë që jepen në gjuhën shqipe, licencat për stomatolog për shembull jepen në gjuhën shqipe. Ministri Limani zgjidhi edhe çështjen edhe licencat që marrin edukatorët në Çelë. Më duket se po, edhe zgjidhur edhe për mjekët që japin provimin profesional, të ashtu quajtur, licenca për të punuar, është në gjuhën shqipe, kështu që unë nuk mendoj se duhet kaq shumë të problematizohet një çështje e cila është e rregulluar me ligj dhe ministri vetëm duhet ta zbatojë ligjin. Kjo është vetëm një tentativë, thash, për ta ulur peshën e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe për të thënë se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, që me të vërtet është për keqardhje. Sepse natyrisht që oponentët tuaj sërish ju kanë kritikuar, po? Më falni, kalojmë edhe tek rezoluta. Është e vërtet që studentët patën një iniciativë dhe na u ofruan që të njëjtën iniciativë rezolutën e tyre ta mbështesim dhe ta nënshkruajmë. Dua të theksoj edhe këtë gjë që të gjithë deputetët shqiptarë në kuvent e nënshkruajtën rezolutën e studentëve dhe të vetmit të cilët nuk e kanë nënshkruajtur janë deputetët e koalicionit Vlen. Me keqardhje e them këtë gjë, unë i kam kontaktuar, njësoj i kam kontaktuar ashtu siç kam kontaktuar zotin Qoku edhe për mbështetjen kur i kam kërkuar për rezolutën për krerët e krerëve të UÇK-s dhe të institucioneve të Kosovës, të cilët padrejtisht po gjykohen në Hag. I kam kërkuar të njëjtën gjë, nuk e dhanë mbështetjen, pra nuk e nënshkruajtën rezolutën. Në arsyetimin se ne do t'ishte mirë të bëjmë një variant tjetër, ishte një lloj dalje nga situata dhe ishte po ashtu hipokrizi kur të nesërmen ishin të pranishëm në Komisionin për Politikë të Jashtme, duke thënë se do të na mbështesin, ndërkohë që
nënshkrimet e tyre nuk i vendosën në rezolut. Dhe kishin pasur mundësin, ndoshta me që janë edhe koalicion, e kanë vëmëron partner koalicioni, kishin pasur mundësi t'i kërkojnë për shembullat ditë në komision, vëmëroja të siguroj quorum, sepse ne u ballafaquam edhe me mungesën e quorumit. Asnjë eksponent, asnjë deputet nga vëmëro dhe nga Lidhja Social-Demokrate nuk ishin të pranishëm qëllimisht në atë seancë, me qëllim që rezoluta të mos kaloj. Mirë, në gjithë këtë debat që është zhvilluar, dje kryetari komunës së Haraqinës, eksponenti i koalicionit Vlen, zoti Daud Beqiri, parashtroi një pyetje publike se në cilën gjuhë, mbase ju me profesion nuk jeni juriste, por bëri një pyetje publike se në cilën gjuhë eksponentët dhe juristët e BDI-s kanë dhënë provimin e jurisprudencës. Po, edhe për këtë kam një përgjigje që po qarkullojnë në opinion, do me thënë, debatet të tilla, të cilat janë kundërthënëse, për shkak se ligji për përdorimin e gjuhëve është sjell pra ka hyrë, ka dalë në gazetën zyrtare 14 janar 2019 dhe që nga viti 2019 deri më sot ne nuk kemi pasur ministër të drejtësisë që do të vinte nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Do me thënë, ky është më shumë se kaq, më shumë se ky argument, unë nuk di se çfarë argumenti tjetër t'ju japim eksponentëve të Vlenit, të cilët, sërish po e them, nuk mbajnë përgjegjësi, nuk ndërmarrin veprime konkrete, por kërkojnë fajin t'ja hedhin Bashkimit Demokratik. Jo me thjera është pak para përmendet edhe çështjen e shfuqizimit të balancuesit dhe për këtë pra pjesëtarët shqiptarë në këtë përbërje qeveritare kanë premtuar sjelljen e një ligjit, madje thonë edhe me mburrje dhe krenari që atë që nuk e ka bërë BDI për 2 dekada, këta po e bëjnë për 2 vite, ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, me që jeni deputete, me gjas e keni parë edhe versionin fillestar që ka kaluar nga Komisioni Venedikut. Ky ligj kështu si është, ju si koordinator e grupit parlamentar të BDI-s, a do ta mbështesni? Në këtë formë, si që është, e kemi lexuar, e kemi parë, e kemi komentuar shumë shpesh, ne nuk do ta mbështesim një ligj të tillë, sepse ligji në njërin prej dispozitave kërkon që të krijojë një trup koordinues, i cili do të merret me mbledhjen e informacioneve, faktikisht një trup koordinues që do ta zëvendësoj balansuesin, një mekanizëm kushtetues që siguron të përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe nga ana tjetër, do të bëhet një herë në vit numërimi i administratorëve në institucionet shtetërore. Ky propozim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pavarësisht se kaq shumë e trumpetojnë këta të Vlenit se do ta zëvendësojnë, nuk mund ta zëvendësojnë një të drejtë e cila ka qenë rregulluar në kushtetutë. Ky ligj për 3 arsye, për shkak se nuk ka kuota të qarta etnike, nuk përcakton në asnjë dispozit, nuk ka mekanizëm. Fetari nga këtu e ka sqaruar, për këtë kemi pyetur, ka thënë që gjykata kushtetuese është një vendim i gjykatës kushtetuese ku e pamundson deklarimin e përkatësisë etnike. Në këtë formë ka arsyetuar zoti Fetari. Po. Nuk ka kuota etnike, nuk ka mekanizëm që do t'i detyrojë institucionet. Mekanizëm dëshkues, po. Mandej do të vim. Do me thënë, nuk ka mekanizma njëherë që do t'i detyrojë institucionet që të mbajnë llogari për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe mandej nuk ka mekanizma sanksionues. Do me thënë, praktikisht, i bie që ndoshta balansuesi mund të ketë patur ato mangësitë e veta, por është dashur të ngritet, është dashur të zhvillohet, por jo në këtë formë, sepse ne jemi tani dëshmitar të një situate për 2 vite në të gjitha institucionet dhe kemi alarmuar edhe opinionin për këtë. Sa shqiptar janë punësuar në për institucionet e vendit. Do me thënë, shifrat janë skandaloze, janë flagrante. Konkretisht në Ministrinë e Mbrojtjes, 47 me 2 ishte i fundit konkurs. Do me thënë, 27 Maqedonas dhe 2 shqiptar. Të gjitha konkurset praktikisht kanë përfunduar me shifra të tilla, 50 me 1, 60 me 2, do me thënë, statistikë e tillë, me cilën jemi mësuar BDI nuk do ta mbështetë këtë ligj. Parimisht, ky është ligj skandalos dhe nuk ka gjasa, nuk ka mundësi që ta zëvendësojë një mekanizëm kushtetues. Do me thënë, imagjinoni, ne kemi pasur në kushtetut përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe aty shënon
në qoftë se do ta shihni kushtetutën, me njëherë pas respektimit të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, vjen përfaqësimi i drejtë dhe i adekuat të gjitha komuniteteve në Maqedoninë e Veriut. Kaq me rëndësi është për funksionimin, për mbarvajtjen e shtetit, një shteti multietnik, siç duam të ekzistojë, po me gjas edhe këtë e kanë filluar ta rënojnë me gjithë këto veprime. Tani jemi ka pjesa e fundit dhe na duhet të flasim natyrisht, marrim edhe mendimin tuaj mbi aktualitetet e fundit. Çfarë po ndodh me korridorin 8 dhe autostradën Shko-Bllac, 12 kilometrat e famshme që kurse si të bëjnë realitet. E para është për korridorin 8. Po. Unë shoh vërtet një diskrepancë të jashtëzakonshme të qëndrimeve të kësaj qeverie, të asaj që ata e thonë dhe që në realitet e punojnë dhe veprojnë. Ju e dini, kjo qeveri erdhi me idenë që do t'i bëj, flas për VMRO dhe PMN, me idenë që do t'i bëj një revizion korridorit 8. Unë kam qenë njëra ndër deputetet në mandatin e kaluar që e ka votuar në kuvent këtë projekt strategjik shumë të rëndësishëm për Maqedoninë, po edhe shumë të rëndësishëm infrastrukturor, sigurisht, shumë të rëndësishëm për lidhjen e shqiptarëve. Lidhjen e shqiptarëve përmes këtij korridori, lidhjen e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Dhe është ndoshta në historinë e vendit projekti më i madh dhe më i rëndësishëm strategjik. Edhe financiarisht më i kushtueshëm për ne si shtet. Megjithatë, edhe atëherë në qoftë se ju kujtohet, në Komisionin për Çështje Ekonomike, atëherë kam qenë antare, revolta ka qenë e jashtëzakonshme ndaj këtij projekti pikërisht për këto arsye. Pra nuk mbanin arsyet e tjera. Arsyeja ishte zoti Dimitrievski ka thënë edhe në paraqitje të tjera publike. Se lidhen shqiptarët. Projekt i Shqipërisë etnike. I Shqipërisë etnike, këto, domethënë, me këtë qëndrim dhe me këtë ide vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, pavarësisht deklaratave të eksponentëve të Vlenit. E tani, kur kishim përpara në Komisionin për Financa dhe Buxhet propozim buxhetin për vitin 2026, aty pam që janë reduktuar mjetet për korridorin 8 dhe 10D. Dhe alarmuam opinionin. Me atë që edhe alarmuam në diskutimet tona, po edhe patëm amandament konkret për rritjen e mjeteve, sepse është e palogjikshme që ti propagandon për opinion që je për një projekt, ndërkohë që nuk ke mjete konkrete të ndara, të siguruara në buxhet për realizimin e atij projekti. Mandej dolën edhe problemet që u përjashtuan nga puna, nga kompania kontraktore, disa zoti Sela kishte madje pres konferencë për këtë, po. Është e vërtetë. Dhe këtu unë kam nga 6.3 miliard denar, të cilët ishin aty, pra qëndronin në buxhet, ne kemi kërkuar që e njëjta shumë të rritet në 15 miliard denar. Kjo është amandamenti i Frontit Evropian. Kemi kërkuar rritjen e atyre mjeteve, sepse ishte absurde në qoftë se është prioritet strategjik i një qeverie, është e palogjikshme të mos ndash dhe të mos planifikosh mjete për realizimin e të njëjtit. Dhe rezultoi që kishim të drejtë, duke i parë edhe problemet me cilat tani dje, jo më larg se dje, doli kryeministri dhe tha një tjetër çështje tani më skandaloze që nuk do të kalojë nga Struga korridori 8, praktikisht do të bëhet një lloj shkëputje, nuk do të dalë në qafë. Ku do të dalë ai korridor në qoftë se nuk del në Strugë? Në qoftë se nuk del në Strugë dhe është absurde se si eksponent të Vlenit konkretisht kryetari i komunës së Strugës qëndroi aty i heshtur. Këta edhe zë nuk kanë për t'i mbrojtë të drejtat e shqiptarëve dhe ajo që është e rëndësishme. Ju kujtohet që është një investim i jashtëzakonshëm. Asnjëherë në historinë po, prandaj sepse edhe publiku e mban mend se është, do të thuhet gjithmonë se është projekt strategjik. Pra, thuhet që ka edhe garantë ndërkombëtare për këtë. Prandaj nuk dihet se nga buron guximi për të intervenuar në ndryshimin të kësaj natyre. Kjo është shumë simptomatike,
guximi. Nuk është e vështirë të shihet guximi, sepse guximin përderisa e morën për heqjen e balansuesit, për sulme ndaj gjuhës shqipe, do ta kenë edhe këtë guxim, sepse e kanë plan veprimi, këtë e kanë synim. Këtë e kanë mision. Pra misioni i tyre është ky, që sa më shumë të degradohen shqiptarët dhe të përkeqësohet pozita në Maqedoninë e Veriut. Mbi gjitha, përkundër gjitha këtyre kritikave, u pa edhe një veprim pozitiv hedhja e gur themelit në Universitetin Nën Tereza. Si cilësoni ju këtë projekt? Si projekt investim i lartë pra 35 milion euro për shqiptarët pra investohet në arsim. Ndërtimi kampusit të ri universitar Nën Tereza. E kuptoj pyetjen, çështja është se unë do ta filloj me përgjigjen. Gur themeli për kampusin e Universitetit Nën Tereza nuk është hedhur një herë, është hedhur 2 herë. Do me thënë, herën e parë u ndan në qoftë se nuk gaboj 40 milion dhe me një herë periudha e zgjedhjeve nga burime jo zyrtare filluan të qarkullojnë informata se të njëjtat mjete nuk ekzistojnë më fatkeqësisht dhe janë keq përdorur për fushat parazgjedhore, sigurisht nga eksponent të Vlenit. Megjithatë, këto në nivelin e informatave jo zyrtare. Tani zyrtarisht, sërish do të dalte ajo zyrtarja, sërish problemi i njëjtë si me korridorin 8. Unë urroj që të jetë i sakt, të jetë i vërtet, të mos jetë vetëm propagandë, të mos jetë vetëm PR, kjo që e bëjnë eksponentët e Vlenit dhe sepse ai universitet meriton të ketë një kampus universitar ashtu siç i ka hije, meritojnë studentët, meritojnë profesorët, sepse vërtet përballen me mungesë edhe të hapësirave, edhe studentët edhe profesorët. Dhe uroj, unë jam vetë profesoresh në Universitetin Nën Tereza dhe uroj që kjo të mos zgjatë 20 vite, po të jetë me një hershme, do me thënë brenda një periudhe të shkurtër të rregullohet. Megjithatë, sërish po kthehem tek mjetet e parapara në buxhetin për vitin 2026. Nga po na dalin këto mjetet, të cilat përfolen, do me thënë në opinion. Një lloj për Universitetin Nën Tereza, do me thënë, nga 60 milion denar, ne kërkojmë të rriten në 300 milion denar, sepse janë parapar vetëm 60 milion denar. Dhe kjo për ne përbën një lloj atë që thash diskrepance nga ajo që thonë realisht dhe faktet të cilat i kemi. Mbase shpresojnë në ribalancën e buxhetit që mund të shtohet kjo sasi. Do ta shohim, aty do të jemi për ta ndjekur. Aty do të jemi për ta ndjekur. Unë uroj vërtet që ky projekt të shkojë përpara. Ne urojmë edhe që korridori 8, sepse në fundit është projekti i Qeverisë Bashkimit Demokratik për Integrim, po edhe i të gjithë shqiptarëve, po edhe i zhvillimit të Maqedonisë së Veriut. Nuk mund të anashkalohet kjo, megjithatë faktet flasin ndryshe. Dakor, dhe tani jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur sepse në pyetjen paraprake diskutuam për korridorin 8, mirë po pyetja ishte edhe për çështjen e asaj që u ngrit si dilemë, çështja e kontestimit të autostradës Shkup-Llac, pra 12 kilometrat, që sipas informatave në media të ndryshme kanë qarkulluar që Ministria e Transportit ka dërguar kërkesë tek ndërmarrja publike e rrugës shtetërore që ta rishqyrtojë projektin dhe autostrada Shkup-Llac të kalojë në rrugë ekspres në mënyrë që të jetë më pak e kushtueshme për buxhetin e vendit. Çfarë flet kjo? Po sigurisht se kjo flet për pafuqinë politike të Dhe tani a do të kenë të drejtë nëse Vlen do të akuzojnë se pse BDI nuk e përfundoi këtë projekt që sa vite? Unë mendoj se tani më ju janë shterur. Po po tani ju janë shterur më argumentet në këtë drejtim, sepse kanë 2 vite që kanë edhe përfaqësues në qeveri, apo kanë ministra, kanë zëvendës ministra, të cilët duhet të merren, të kujdesen për këto punë, të merren me këto punë dhe unë mendoj se faji është tek pafuqia politike e Vlenit. Dakor, po nëse BDI do ta kishte përfunduar këtë projekt, kjo përbërë qeveritar nuk do të kishte mundësi ta shfuqizoj autostradën, sepse BDI ka përfunduar shumë projekte. BDI ka nisur dhe ka përfunduar shumë projekte. Po ne tani, për pafuqinë politike të Vlenit, tani nuk do të mbajmë përgjegjësi për të gjitha ato projekte që kemi filluar dhe ndoshta rrugës kemi hasur në vështirësi dhe të njëjtat. Jo, se ka vonesa është faktike, po. Është e vërtetë që ka vonesa, megjithatë
për çfarë janë këta në qeveri? Këta duhet të zgjidhin probleme, i bën veç më 2 vite, do me thënë nuk mund të flasësh, ti ke mundur, dhe ne kemi ndetur ndoshta edhe shumë heshtur paka shumë përpara zgjedhjeve parlamentare, megjithatë jo më, nuk mban këto argumentet e këto arsyetime, do kisha thënë, po arsyetime kundrejt asaj se BDI ka fajet në qoftë se për 2 vite nuk arrin ta realizojnë një çështje, sepse kanë bërë propagandë, kanë bërë PR, kanë dalë aty, edhe janë reklamuar, edhe kanë premtuar, edhe kanë pasur edhe premtim parazgjedhor, që do ta realizojnë. Por, kur i kthehemi, do me thënë, gjenezës së problemit, është aty se fatkeqësisht programi parazgjedhor i koalicionit Vlen nuk hyri, nuk u inkorporua në programin e qeverisë. Po për këtë e përmendet edhe paraprakisë sepse jemi në fond. Po, në qoftë se më lejoni, sepse unë mendova që do të ndalemi edhe një herë sërish tek takimi i liderëve. Jo, mendoj se këtë çështjen e takimit të liderëve e konsumua mjaftueshëm sepse kemi diskutuar edhe me eksponentë të tjerë të partisë tuaj, megjithatë në interes të kohës tani më veç se kemi konsumuar minutazhin e parapartë për këtë intervistë. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi zonja Elgani. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.